Në Europian mendoj që do ketë pak më shumë tallavi, sepse futen shumë fonde, që do thotë shumë investime, shumë oportunitete, dhe siç mund të ketë njerëz që do thonë tani kam edhe më kollaj tiki, do ketë dhe njerëz që do thonë që tani mund të los pak, se ka më shumë lekë kështu. Gjithmonë kjo është vala parë kur një vend, të paktën deri më sot kur vendet më përpara janë futur në BE. Pra ka pasur një val rikthimi, se tani BE-ja edhe mund të ndryshojë mënyrën se si i afron vendet e reja që futen. Ne nuk e dim se edhe ato ndjes. Do gjithmonë flitet që edhe në këtë të përshkallëzuar që flitet me shkallë, të paktën me çka kemi dëgjuar ideja që e drejta punës dhe e drejta e jetës e jetesës kudo do jetë e garantuar që fazë e parë. Pastaj janë këto gjërat politike që Rama ndonjëherë ka drejt kur thotë nuk e duam para sa të komisionerin, nuk duam të kemi as drejtën e vetos, vetëm na fustin BE. Pra nga ana praktike, them që do ishte zgjidhje e drejtë, se edhe që të vëjmë ne vetën një lloj si Franca apo si Gjermania, me të vërtetën nuk shkon. Jam dakord që Europa duhet ta rishikojë formulën e vet, por nuk pavarësisht Shqipërisë futet apo s'futet. Po, nëse do të mbijetoj vetë para. Po unë do thoja këtë gjë që unë nuk kam dëgjuar askënd deri më sot që më thotë unë do hiki nga Shqipëria se janë rrugët me gropa apo trotuarët e ngushtë apo të këqinj etj. Domethënë, neve në Shqipëri gjatë këtyre, le të themi, 30 vite në mënyrë sistematike, pavarësisht se në një periudhë kohore mund të ketë qenë më intensive rregullimi, në infrastrukturën dhe gjërat mekanike i kemi shumë më të mira se që kishim dikur. Dakor? Kur ishte Berisha mund thuash bëri autostradat, kur erdhi Rama bëri rilindet urbane, nëse do t'i përgjithësosh gjithmonë, por në fund të ditës njerëzit nuk vendosin të jetojnë apo jo në Shqipëri për këto arsye. Ajo që njerëzit i bën përveç ekonomisë në xhepin e drejt për drejt, është çfarë shikojnë si perspektivë për jetën, për modelin që ka shoqëria. Mund të ketë njerëz që mund të jenë xhambaz, e çajnë vetë rrugën këtu. Por edhe ai që është xhambaz, kur vjen puna te fëmia thotë, a dua unë ta lë fëmin tim të notoj në këtë batak? Nuk ka rëndësi që unë ditë të notoj në këtë batak. Kështu që kam përshtypjen që për aq kohë sa shoqëria nuk e shikon që njerëzit në popull, nuk e shikon që neve kemi një model të drejtë në shoqëri, jo drejtësi, po një model të drejtë, një shoqëri që funksionon ashtu siç duhet. Social welfare. Neve do kemi në mënyrë të vazhdueshme largime. Tani largimet unë mendoj që do zvoglohen për një arsye të thjeshtë. Është zvogluar baza e popullatës të re, aktive, që do iki. Kështu që në vetvete që do reduktohet nuk është tregues që po përmirësohen gjërat. Pra nëse reduktohet tonë ju nuk është. Nëse do reduktohet në mënyrë shumë drastike, padyshim, do ketë, po domethënë në vetvete, në tërësi, se por do reduktohet numri nuk është tregues që gjërat po rregullohen ashtu siç duhet. Që në vazhdim kësaj që thot Gjergji, në momentin që ne do bëhemi antar të Bashkimit Evropian, duke parë edhe eksperiencën e vendeve tjera, por edhe duke parë presionin e sotëm të disa prej vendeve të Bashkimit Evropian për të tërhequr fuqi punëtore ose punonjës të kualifikuar, mendoj që do jetë një lëvizje intensive në të dy krahat. Edhe mund të rritet pjesa e emigracionit, po emigracionit tashmë s'quhet më emigracion, po ti është vendi i Bashkimit Evropian, po joshja nga shumë vende të Bashkimit Evropian që kanë nevoja imediate për një kategori të caktuar profesionesh, për të marrë jo vetëm shtrinj shqiptar, po edhe nga vende të tjera shumë e madhe. Ja, po marrim të krizën për shembull që këtë ditët të fundit të grevën e shoferëve të kamionëve, për shembull që lind për shkak të këtij sistemi të ri të numërimit ditëve. Nëse këto do ishin qytetarë të Bashkimit Evropian, do t'i merrnin për një. Do t'i merrnin me njëherë punë. Po e njëjta gjë është edhe për gjithë shërbimet turistike, po e njëjta gjë është për infermierë dhe për gjëra të tjera, dhe sot ka shumë agjenci ose kompani Gjermania e ka lehtësuar shumë të vendeve tjera që kërkojnë drejtën e punësimit për kategori specifike. Kur ne të bëhemi vendi i Bashkimit Evropian, kjo do jetë më e hapur, lëvizja e lirë edhe e kapitaleve dhe e mallrave dhe e njerëzve do jetë një gjë normale, por do ketë edhe një sens të kundërt, prandaj jam shumë dakord me ato që thotë Gjergji, që meqense Shqipëria do hyjë në një dinamikë tjetër dhe është normale zhvillimi, investimesh dhe edhe dinamika europiane, një kategori e caktuar e shqiptarëve që janë të kualifikuar, të shkolluar, mund të vinë kuadrin e këtyre projekteve dhe këtij bashkëpunimi, duke u ndjerë barabartë si europian tashmë. Kështu që intensiteti i lëvizjeve mendoj që do shtohet. Por ato që duhet shtoj vetëm 30 sekonda, që tha Doloresa,
çështja është që disa vende kanë bërë politika specifike për tërheqjen e emigracionit. Jo vetëm 1, 2, 3 nga këto politikat që ne përmendëm, po politika shumë masive. Po të shkosh për shembull në Portugali, apo në disa vende të tjera, në çdo bashkim ka qelluar që ka mbajtur vetë në kuadrin e një programi, në çdo bashki kishte po themi një raft të madh që ishin me dosje, plane biznesi, plane financimi të destinuara vetëm për portugezët që vendosin të kthehen nga emigracioni. Pra në çdo qelizë të shtetit bëhej një politikë e caktuar për të mirëpritur, për të joshur, për të bërë jo vetëm me disa programe të veçanta. Ndoshta ne shumë herë kemi thënë që do ta bëjmë këtë gjë, pasnjëherë nuk e kemi bërë në mënyrë kaq masive për ta bërë trend sigurt edhe kthimin. Dhe në fakt, tesa të fundit në Bashkimin Evropian duhet kalojnë spaku, në rastin më të mirë 3 vite, po ndërkohë kostot e ikjes po ndihen edhe në Shqipëri. Për këto të flasim më njëherë, pas publicitetit.